Përshëndetje të nderuar shikues, do t'jeni me edicionin më të ri të lajmeve 21 minuta. Kosova ka hyrë në një krizë të thellë rreth furnizimit me energji elektrike. Generatorët u kthyen sërish në funksion pa informacione se sa zgjasin reduktimet. Në Kesko thonë se sistemi elektroenergjetik është duke u përballur me një situatë jashtëzakonshme si pasojë e rritjes së ndjeshme të konsumit të energjisë elektrike, e cila aktualisht nuk mund të mbulohet plotësisht nga prodhimi vendor. Për shkak të kësaj, rritje e Kesko është e detyruar të sigurojë rreth 50% të energjisë elektrike përmes importit në kushte shumë të vështira të tregut rajonal dhe ndërkombëtar. Aktualisht, kapacitetet ndërkufitare janë të kufizuara dhe kjo po krijon presion të madh në sigurimin e sasive të nevojshme. Reduktimet me energji elektrike sot janë kthyer në tër Kosovën, që nga mesnata reduktimet pa orar të përcaktuar, qytetarët në hall kur edhe temperaturat janë të ulta. Po ndikon shumë negativisht, sepse shumë po ka ndërprerje të energjisë elektrike, çdo 10 minuta, 20 minuta, çdo shumë. Edhe të na shumë krejt makinerit janë me rrymë elektrike. Me vite tëra na kemi problem me energji elektrike. Kështu që besoj me institucionet e reja që të bëhen tash, besoj se do të mundohen që mos të kemi problem me reduktim të rrymës. Do është me bo bashkëpunim me Keshin e Shqipërisë, edhe me dhanë rrymë hua kur na tepron neve, i dhanë Keshit, edhe Keshit kur i tepron me na kthy huan, na del rryma me çmimin e prodhimit. Domethënë 39 euro megavati. Sa herë kem bashkëpunu me Shqipnin, nuk kem pas trajtimet rrymës. S'pari s'kan arsye. Pse me ndërprej, kur po kanë mundësi ata me ble rrymë e me shtrajtu të konsumatorët 3 fish, po gjojnë arsye, ndërsa tash me ndërprej nuk ka arsye. Nuk ka arsye, sidomos në sezonin e dimrit. Në njoftimin e kostit thuhet se kjo po bëhet për të garantuar funksionimin e sigurt të sistemit elektroenergjetik dhe për të mbrojtur integritetin e rrjetit. Me përmirësimin e situatës dhe stabilizimin e balancimit, KOST do të ndërmarrë menjëherë veprimet e nevojshme për stabilizimin e sistemit. KOST ka ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme për stabilizimin e sistemit, përfshirë aktivizimin e shërbimeve ndihmëse të balancit, si dhe organizimin e ankandeve brenda ditore për balancimin e sistemit. E megjithatë, për shkak të diferencës jashtëzakonisht të madhe ndërmjet nominimeve dhe konsumit real, masat e ndërmarra nuk kanë qenë të mjaftueshme për të eliminuar jo balancat në nivelin e krijuar. Në anën tjetër, Kesko është e detyruar të sigurojë rreth 50% e energjisë elektrike përmes importit në kushte shumë të vështira të tregut rajonal dhe ndërkombëtar. Aktualisht, kapacitetet ndërkufitare janë të kufizuara dhe kjo po krijon presion të madh në sigurimin e sasive të nevojshme. Furnizuesi ka vepruar dhe vazhdon të veprojë me përgjegjësi të plotë duke ndërmarrë të gjitha përpjekjet e nevojshme për mbulimin e nominimeve të energjisë elektrike, si përmes kontratave bilaterale ashtu dhe përmes tregtimit një ditë para dhe ofertave brendaditore. Megjithatë, për shkak të realitetit aktual të tregut dhe kufizimeve ndërkufitare, ku kufiri Kosovë-Serbi nuk është funksional në aspektin komercial, ndërsa kufijt me Malin e Zi dhe Maqedoninë e Veriut kanë kapacitete të kufizuara që nuk mjaftojnë për të mbuluar të gjithë kërkesën e vendit. Sigurimi i energjisë elektrike sipas nevojës reale mbetet i vështirë. Kesko tutje njofton se tregu Alpex, për shkak të likuiditetit të kufizuar në këto ditë me kërkesa të larta, nuk ka ofruar sasitë mjaftueshme të energjisë elektrike, duke e bërë të pamundur mbulimin e plotë nevojave vetëm përmes këtij mekanizmi tregtar. Në këtë kontekst, Kesko ndjen obligim të informojë me transparencë konsumatorët për situatën reale dhe arsyet objektive që kanë çuar në aplikimin e kufizimeve me energji elektrike sipas nevojës. Me qëllim të ruajtjes dhe sigurisë dhe stabilitetit elektroenergjetik, Kesko mbetet e përkushtuar që në bashkëpunim me institucionet përgjegjëse të bëjë çdo përpjekje për sigurimin e energjisë elektrike dhe për minimizimin e ndikimit të konsumatorët, duke i falendëruar ata për mirëkuptimin në këto rrethana të jashtëzakonshme. Visar Azemi nga Lidhja Demokratike e Kosovës ka reaguar lidhur me reduktimet e rrymës që po ndodhin në vend, duke thënë se kjo situatë është pasojë direkte e keq menaxhimit, si dhe mungesës së planifikimit dhe papërgjegjësisë institucionale. Azemi e ka cilësuar si të papranueshme që në
kulmin e dimrit vendit këtë reduktime. Në fund, Azemi ka thënë se Kosova s'mund të vazhdoj që të funksionoj me improvizime në sektorin në më strategjik të saj. Zëvendësja e kompanisë rajonale të ujësjellësit Prishtina Arjeta Mjeku ka bërë të ditur se niveli i lartë i turbullirës në ujin nga liçeni Badovcit pritet të zgjasë vetëm 2 deri në 3 ditë, pas cilave uji do të kthjellohet dhe do të jetë sërish i pishëm. Ajo ka sqaruar se aktualisht uji është i papishëm për shkak të turbullirës, por nuk paraqet rrezik serioz pasi nuk arritjet vlerave të manganit, ndryshe nga situata e mëparshme. Sipas Mjekut, uji mund të përdoret vetëm pasi të vlohet, por rekomandohet që të mos konsumohet për pije për të ruajtur shëndetin e qytetarëve. I dërguari i posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Peter Sorensen tha se shpreson se viti 2026 të sjellë përparim në dialogun Kosovë-Serbi, duke i ulur palët në tryezë të bisedimeve. Pas takimit me presidenten Osmani e kryeministrin në detyrë Kurti, Sorensen vuri në pa edhe mundësinë për një takim të nivelit të lartë, por shtoi se i njëjti do të mbahet kur të jetë koha e duhur. Presidentja Osmani ndërkaq tha se dialogu mes palëve duhet jetë i përqendruar në njohje reciproke. I dërguari i posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, Peter Sorensen, tha se pret krijimin e shpejtë të institucioneve të Kosovës, përfshirë qeverinë. Pas takimit me presidenten Osmani, Sorensen tha se shpreson rinisjen e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë pas një viti të blokadës institucionale në Kosovë. Vizita e të dërguarit të BE-s në Kosovë vjen pak javë pas përfundimit të zgjedhjeve të parakohshme dhe në mes të procesit të rinumërimit të votave. Happy to be back in Kosovo. Jam i lumtur të kthehem Kosovë sërish. E para vizit në këtë vit, urime vitin e ri dhe përgëzime për zgjedhjet që sapo janë mbajtur, pres krijimin e kuvendit dhe formimin e qeverisë, dhe me që nuk ndodhi në vitin 2025 puna në çështjet e dialogut të cilat i kishim përpara nesh, personalisht pres që viti 2026 të na jap atë që nuk na i dha viti 2025. Prandaj e kam nisur vitin e punës me vizitë punë këtu dhe më vonë në Beograd. I pyetur për mundësinë e një takimi të nivelit të lartë mes kryeministrit në detyrë Kurti dhe presidentit serb Aleksandar Vučić, Sorensen tha se i njëjti do të mpahet kur të jetë koha e duhur. Ajo që do të bëjmë është ajo që na është kërkuar nga Bashkësia Ndërkombëtare në lehtësimin e dialogut, të sigurojmë që të dyja palët të ulen dhe të bisedojnë. Pra do duhet të gjejmë një mënyrë që kjo të ndodhë. Përfaqësuesja e lartë vizitoi Beogradin dhe Prishtinën vitin e kaluar, ka angazhime që do të ketë një takim kur koha të jetë e duhur. Ai do të thrasë takimin, njerëzit do të vinë dhe do të shohin, por duhet të shohim. Sorensen nisi vizitën e tij në Prishtinë me takimet me Albin Kurtin, kryeministër në detyrë, dhe gjatë ditës takoi edhe liderët e partive opozitare. Ndërkohë, përmes një komunikate për media, zyra e presidentës njoftoi se gjatë takimit me Sorensenin, presidentja Osmani theksoi se procesi i dialogut duhet të jetë i përqendruar në njohjen reciproke. Gjatë takimit u diskutuan zhvillimet e fundit politike në Kosovë, proceset zgjedhore, situata e sigurisë, raportet me Bashkimin Evropian, si dhe ardhmja e dialogut me Serbinë. Në takim, presidenti Osmani theksoi se procesi i dialogut duhet të jetë i përqendruar në njohjen reciproke dhe se suksesi i dialogut varet nga trajtimi i barabartë i palëve. Ajo potencoi se Serbia vazhdimisht ka shkelur marrëveshjen e Brukselit dhe aneksin e Ohrit, duke shkelur sovranitetin dhe integritetin territorial të Kosovës, duke kryer akte agresioni, si dhe duke kundërshtuar antarësimin e Kosovës në organizata ndërkombëtare. Presidenti Osmani tha se ky proces duhet të ketë objektiva të qarta dhe rezultate të mashme në procesin e integrimit evropian, duke nënvizuar se interpretimi selektiv i marrëveshjes e dëmton procesin. Pas takimeve në Prishtinë, Sorensen vizitën e vazhdon në Beograd për takime me udhëheqës të Serbisë. Kosova dhe Serbia kanë arritur marrëveshjen bazë të Brukselit dhe aneksin e Ohrit në vitin 2023, mirë po marrëveshja ende nuk është zbatuar.
Ambasadori i Bashkimit Evropian në Kosovë, Ivo Oravs, bashku me ambasadorët e BE-s dhe shefat e misioneve në Kosovë, janë takuar me kryeministrin në detyrë Albin Kurti për të diskutuar zhvillimet pasgjedhore. Në një shkrim në X, ambasadorët kanë nënvizuar rëndësinë e formimit sa më të shpejtë të qeverisë së re. Në takim është kërkuar dhe ratifikimi i shpejtë i marrëveshjeve që lidhen me planin e rritjes së BE-s, me qëllim që përfitimet të arrijnë sa më shpejt te qytetarët e Kosovës. Po ashtu, ambasadori i BE-s ka theksuar se dialogu i lehtësuar nga Bashkimi Evropian për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë mbetet thelbësor për përparimin e të dyja palëve në rrugën e integrimit evropian. 914 kuti votimi do të hapen sërish dhe kësaj radhe për të rinumëruar në qendrën e numërimit dhe rezultateve. Dyshimet për mos përputhje të votave ndërmjet kandidatëve për deputet të subjekteve të ndryshme politike, ka detyruar KQZ-n që të marrë vendim për rinumërimin e një numri kaq të madh të vendvotimeve, të cilat përbëjnë 36% të tyre në nivel vendi. Zëdhënësi i KQZ-s Valmir Elezi nga qendra e numërimit dhe rezultateve ka sqaruar se qëllimi i rinumërimit është garantimi i saktësisë rezultatit të zgjedhjeve. Do të thotë gjatë pasdites ditës së djeshme, martë, pra dikun rreth orës 18 në QNR kemi filluar me rinumërimin apo zbatimin e vendimit të KQZ-s për rinumërimin në 914 vendvotimeve. Deri në meqense procesi i rinumërimit zhvillohet në 2 turne, pra nga ora 8 mëngjesit deri në 16 dhe pastaj nga 16 deri në 24, pra deri në përfundim të ditës së djeshme janë rinumëruar 23 vendvotime që i takojnë komunave të ndryshme të vendit tonë. Pra, procesi është duke vazhduar, aktualisht është pauza, pra koha e pushimit të drekës, ndërka është në orën 13 sërish ekipet të numërimit do të kthehen në QNR. Gjatë mbledhjes së djeshme të KQZ-s, do të thotë janë bërë të ditura të gjitha detajet përse ka ardhur deri tek ky vendim, por për t'i përmbledhur me pak fjalë, gjatë një verifikimi që është bërë lidhur me procesin e numërimit në qendrat komunale të numërimit, pra verifikimi që është bërë për 33 vendvotime, është ardhur në përfundim, pra ka rezultuar se votat e disa nga kandidatëve nuk janë pasqyruar në mënyrë të drejtë ashtu siç ka qenë edhe në fletvotime, pra ashtu siç kanë votuar edhe votuesit, prandaj KQZ ka parë të hudhës që të marrë këtë vendim për të verifikuar dhe saktësuar rezultatin e zgjedhjeve. Pra qëllimi gjithë këtij vendimi është që të saktësohet rezultati i zgjedhjeve të votave të kandidatëve për deputet të zgjedhjeve të fundit. A janë duke u saktësuar aktualisht këto vota, apo a janë duke u evidentuar këto shkelje? Po, sigurisht, do thotë në platformën e rezultateve të KQZ-s, e njëjta do thotë platformë, rinumërimi evidentohet pra në këtë platformë dhe pas çdo vendvotimi i cili rinumërohet, të dhënat ngarkohen dhe përditësohen, pra transmetohen në këtë platformë, sigurisht mund të shihen nga të gjithë. E keni dhënë një afat KQZ, pra e ka dhënë një afat se sa mund të zgjasë ky rinumërim, por sa ka rrezik që të rinumërohen të gjitha? Vendimi i KQZ-s është do thotë fillimisht për rinumërimin e 914 vendvotimeve. Në bazë të përvojës punës, një tavolinë numërimi zakonisht në 2 ndërimet mund të numëroj deri në 4 kuti votimi, pra gjatë ndërimit të paraditës, 2 dhe pashtu 2 të tjera gjatë pasditës. Janë 20 tavolina numërimi gjithsej në QNR, që i bie pavarësisht mund të numërohen në ditë 80 vendvotime apo 80 kuti votimi. Marrë në përgjithësi, pra nëse ecet në bazë të kësaj dinamike, atëherë mund të arrijmë përfundim se do t'i duhen KQZ-s nga 12 deri në 14 ditë për të përmbyllur procesin rinumërimit të këtyre 914 vendvotimeve. Se a do të ketë rinumërime të tjera, të vendvotimeve të tjera, kjo sigurisht mbetet të vlerësohet nga ana e KQZ-s, por edhe nga diskutimet që kanë dalë në mbledhjen e KQZ-s, kjo do të varet nga gjetjet gjatë procesit të rinumërimit. Janë 10 komuna që rinumërohen plotësisht, pra 100% e vendvotimeve, ndërka që 28 të tjera nga 10% e vendvotimeve, dhe varësisht nga këto gjetje, pra në këto komuna, KQZ do të ka mundësinë që të marrë një vendim të ri, por krejt kjo varet nga ajo se çfarë do të rezultojë gjatë këtij rinumërimi.
Eugen Cakolli nga Instituti Demokratik i Kosovës ka paralajmëruar se vonesat në certifikimin e rezultateve zgjedhore mund ta çojnë Kosovën drejt zgjedhjeve të reja parlamentare për shkak të rrezikut për mos zgjedhjen e presidentit brenda afatit kushtetues. Cakolli tha se nëse rezultatet nuk certifikohen me kohë dhe vendi mbetet pa kuvend funksional dhe pa qeveri, atëherë ekziston mundësia reale që të shpallen zgjedhje të reja. Ai theksoi se nëse presidenti nuk zgjidhet deri më 5 mars, atëherë kushtetuta e parashesh shpalljen automatike të zgjedhjeve të parakohshme pavarësisht nëse kuvendi është konstituar apo nëse është zgjedhur qeveria. Organizata Qohu ka reaguar në lidhje me vendimin e KQZ-s që të rinumërohen 914 vendvotime nga zgjedhjet e 28 dhjetorit. Në reagim thuhet se ky është një hap që tregon probleme serioze në administrimin e procesit zgjedhor dhe kërkon qartësi të menjëhershme nga institucionet përgjegjëse. Në reagim thonë se është shqetësuese që nga verifikimi i votave të kandidatëve për 2% të vendvotimeve janë gjetur mangësi serioze dhe si pasojë votat e kandidatëve të numëruara në qendrat komunale të numërimit nuk pasqyrojnë numrin e votave të kandidatëve të evidentuar në fletvotime. Mohimi i krimeve serbe në Kosovë është kërcënimi drejt për të ardhmen, u tha në 27 vjetorin e masakrës së Reçakut në shtime ku u diskutua tema mohimet serbe të krimeve dhe gjenocidit destabilizim për Ballkanin. Kryetari i shtimës Qemajl Aliu tha se masakra në Reçak bëri kthesën e madhe në historinë e Kosovës. Kryetari i forumit të intelektualëve në shtime, Banu Shimeri, vlerësoi se Reçaku mbetet ndër plagët më të rënda në historinë e Kosovës. Mohimi i kësaj masakre nga krerët e lartë në Serbi, ambasadori i Shqipërisë në Kosovë Petret Malaj e konsideron se është kërcënim i mohimit të drejt për të ardhmen. Nderuar shikues, ju falenderoj për vëmendje dhe ju ftoj të qëndroni me programin tonë.